Në 25 prill të vitit 2025, 26 vjeçari Francesco Di Viesti u pa për herë të fundit duke mbërritur me motor pranë parukerisë së tij pak para mesnatës. 4 ditë më vonë, trupi i të riut u gjet gjysmë i shkrumbuar në disa shpella në Canosa di Puglia, në veri të barit. Autorët e kishin qelluar 5 herë dhe më pas i kishin vënë flakën, duke e vendosur në disa goma të përdorura, një praktikë e përdorur nga mafia e zonës në vitet 1990. Pas verifikimeve u zbulua që viktima ishte konfliktuar me disa persona dhe dyshimet u ngritën për Igli Kamberin, i cili u arrestua 2 ditë pas vrasjes në Rosk të Hungarisë. Fillimisht ai u akuzua për trafikimin e 24 kg kokain, teksa ishte nisur me autobus drejt Shqipërisë, por që më pas u zbulua dhe aktiviteti kriminal në Puglia. Hetimet nisën për vrasje, por pak kush në atë kohë do të mendonte se bëhej fjalë për një organizatë kriminale. 13 muaj më pas, përmes një operacioni të prokurorisë italiane dhe SPAK në Tiranë, u lëshuan 15 urdhër arresta. 11 shtetas janë shqiptar dhe 4 italian. Prej tyre 4 gra janë në arrest në shtëpi dhe detyrim paraqitja. Operacioni u zhvillua në Tiranë, Fier, Vlorë, në Barleta të Utakuz dhe në Madrid. Në Tiranë, në një kompleks vilash u arrestua Ergyst Kastrati, i njohur si Bisha, dhe i kërkuar prej 2 vitesh nga Italia dhe gruaja e tij, Desmira Ceco. Paralelisht me procedimin për vrasje e trafik të lëndëve narkotike, nisi edhe hetimi pasuror. 420.000 euro u sekuestruan kesh. Po ashtu në sekuestro vendosën 4 kompani tregtare dhe 10 llogari bankare. Të njëjtit grupim ju kapën në 14 nëntor të vitit 2024 në doganën e Muriqanit 680.000 euro. Akuzat ndaj tyre janë nga vrasja me metoda mafioze te pastrimi i parave.